Ne jemi një popull i varfër në një tokë shumë pjellore dhe të begatë. Ky është paradoksi që duhet të marrë fund një herë për gjithmonë. Ne kemi një ekonomi informale që mbështetet kryesisht te eminencat dhe para donatorësh të ndryshëm. Kriza jonë nuk është krizë sistemi bankar apo mungesë së tregut të shitjes së produkteve. Ka të bëjë më tepër me babëzinë e pushtetarëve, me shpërndarjen e pabarabartë të pasurisë në dorën e një 5%-shi, të cilët kanë lidhje me pushtetin dhe e dominuar nga pushteti. Ky grup i vogël, aq më shumë varfërot pjesa tjetër, mjafton të shihni listën e privatizimeve për të kuptuar këtë anomali, këtë politikë të llokmave. Slogani se çdo popull ka qeverisën që meriton është mos i vërtet. Sepse këta politikanë na varfërojnë për ditë, na mashtrojnë prej 23 vitesh, na rrisin çmimet dhe taksat në mënyrë të paargumentuar dhe ne heshtim. E duam ndryshimin, por kërkojmë të na bëjnë të tjerët.